Anton Cena është kampioni më i ri i Europës në judo për veteranët, titull që fitoi pak ditë më parë në Leibniz-at Austrisë, vendit organizator të kësaj rimtarie me përmasa europiane. Cena, që aktualisht drejton Federatën e Kosovës në judo, edhe herë të tjera ka fituar medalje, madje njihet edhe si fitues i medaljes së bronz në kampionatin e fundit botror. Pas këtij triumfi, ai mbërri në Tiranë për të ndarë suksesin dhe gëzimin me drejtues të sportit të judos shqiptare, trajnerë e sportistë të suksesshëm, si dhe për televizionin shqiptar, ekranin që gjithmonë promovon fitues të tillë. Intervista e Cenës sjell momentet që arritën këtë sukses në Austri për grup moshat nga 45 deri në 50 vjeç, por dhe qëllimin që ka në të ardhmen. Karriera ime ka qenë e bujshme edhe si junior edhe senior, mirë po tani kohët e fundit kam filluar që të garoj në arenën ndërkombëtare për Shqipëri. Dhe jam i treti në botë, i dyti në Evropë edhe kampioni i Evropës për veteran në grup moshën M4, 44-49 vjeç. Cili ishte emocioni që përjetove kur dole i pari në Europë, në moshat 45-50 vjeç? Emocioni ishte i paparë sepse ngrita flamurin kombëtar, për herë të parë në karrierën time, edhe ajo ka qenë dëshira ime më e madhe para se të vdes, që njëherë në jetën time ta ngris flamurin kombëtar. Edhe ta dëgjoj himnin kombëtar, gjithë kanë qenë gatitur në palestër, derisa flamuri rus ka qenë në flamurin shqiptar, edhe pse Rusia investon shumë në judo. Ky është titulli i parë që merr si kampion apo ke patur titull të tjerë? Jo, kjo është titulli, jem bë i treti në botë për Shqipëri, 2007, jem bë 2009, i dyti në Evropë, 2010 jem bë i dyti në botë, edhe tani jem bë kampion e Evropës. Edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Judos, Xhelil Cibaku, nuk e fsheh një sukses të tillë. Madje e vlerëson kolegun nga Kosova dhe e sheh si një leitmotiv për të ardhmen, duke përmendur dhe Majlinda Kelmendin, aktualisht sportistën që është kualifikuar për lojrat olimpike në Londër 2012. Sporti i judos në Shqipëri kohët e fundit ka marrë një zhvillim të madh dhe unë me këtë rast spari përshëndes Anton Cenën për kurajin që tregoi për rezultatin e arritur në kampionatin evropian për veteran, që nderoi dhe ngriti lart flamurin e Shqipërisë. Ne si Federatë e Judos jemi në rrugën e zhvillimit të mëtejshëm të saj, duke integruar të gjithë brezat. Dhe sot jo pa qëllim u prezantuam këtu edhe me brezat e Judos, pra krahas së medaljes së kampionit të Europës të Anton Cenës, ne sot kishim edhe medalje të tjera, ishte edhe kampioni i Ballkanit për kadet dhe të ri Indri Qullaj, dhe unë sot po them edhe rezultatin e fundit arritur nga Majlina Kelmendi, e cila u renditet e treta në botë në Grand Prix Amsterdam. Cena ka pohuar gjithashtu se do të vazhdoj bashkëpunimin mes dy federatave të Shqipërisë dhe të Kosovës për të prodhuar kampion të tjerë në të gjitha moshat nën simbolet tona kombëtare.